Kandidatët për deputet e koalicionit Euroatlantik në Shkodër kanë vijuar me takimet e tyre në terren, këtë premte të ndalur në një prej fasonerive të qytetit. Në takim me drejtuesin e kësaj fasonerie u diskutua për problematikat që qytetarët dhe bizneset ndeshin çdo ditë. Gjëja më kryesore si naftën e kena mashtrajt, se në Kosovë, se në Maqedoni, edhe në Maltezi, janë 3 taksa civile në 2 herë. Po të marrë taksën e qarkullimit, thjesht, taksa e qarkullimit e pagun të drejtoria të shfrytëzimit kur bën kollektimin e makinës. Por e merret për çdo litër të naftës 240 lekë ose 24 lekë të reja. Nuk ka thjesht 24 lekësh, por për kur bëhet përdorëritja në dogan e produktit, mbledhen të gjitha taksat bashkë edhe shumësohen në 20%. Domethënë e jep efektin minimalja edhe 30 lekë të tjera. Dami më i madh ekonomik si bëhet biznesit, si është në kurriz biznesit edhe popullit, janë koncensionet. Se nuk për t'i përmani incenerator, por janë koncensionet. Janë na jena të vjallën 10 deri në 30 vjetë të arshme në përmjet koncensioneve. Një person të jashtëzakonshëm, familje të hapin derën, familje tona, jo tjerët. Pse po i shkon mrapa, pse i ki shku mrapa se libri. Sali Berisha ka marrë misionin e vetë. Mjaft pra, mjaft, të kalpënat do të më hekë. Ose edhe janë të kalpënat marrë, kanë kry. Të është ti thua ashtu, për si pra, duhet një bonë shkurrulla, as këtush nuk da me folë me ne. Pse? Sepse nga do në me ba diçka ndryshe. Sepse nga do në me kënë të pastër. Do bojnë që rinia të mos ikmon nga ky vend. Është plaga më e madhe që po i është hap shoqërisë shqiptare. Po kthehemi fatkeqësisht një azil të madh plesh. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Nuk është fatkeqësia që sot niveli jetesë ka ra për tokë. Fatkeqësia është që ne po eksportojmë rini dhe po importojmë pleq. Janë rinia jonë që shkojnë, prodhojnë të ardhura për ata dhe vinë i konsumojnë të tjerë këtu. Kjo është fitore. Kjo është demokracia e Tiranës dhe qeverisë. Me datën 11 maj, shqiptarët do na besojnë ne. Shkodranët do na besojnë ne. Me pas kandidatët për deputet, zhvilluan një takim dhe me punonjës të kësaj fasonerie ku kërkuan votën për koalicionin Euroatlantik në qarkun e Shkodrës.